vajzopoje e Nuse Dragashi. Çka ja shef syri ja bëndora? Është kjo Filoreta Serjani e cila filloi punimin e çantave nga shtëpia, ndërsa tani ka hapur një lokal të vogël, plot ngjyra në qytetin e saj. Punën e dorës e nisi si hobi, pa e menduar se një ditë do t'i sillte fitime dhe do të shiste prej saj. Një qike opojës, e martume në Dragash, që 15 vite, që një vjetë e bëj me biznesin që kom startu. Është biznes pundore ose handmade. Hapat e para ishin për Instagramit, kam pati ku një çantë të tillë. Pëlqej shumë dhe deshta me porosit. Tani thash pse jo mos me marru vetë aty. Edhe provova, e bona 1, 2, tani përfundova me 15-20 modele çantave. Edhe vendosa me hap në së pari në faqe Instagrami online, aty me provu sa ka interesim, pi faqes Instagramit tani dolem edhe në lokal fizik. E vështirë muj me thonë hiq, se veç ishte pasion për me bo diçka, edhe çdo çantë që e punoj është një pasion vete, një veçori. Nga ruazat që blen, ajo krijon çanta të ndryshme, duke sjell çdo ditë nga një model të ri. Ishte ngjyrë e bardhë, nga ajo çanta e parë që është punu, mandaj u prish ajo, kam vazhdu çanta tjera, do me thonë me një palë ruza, jam punu 10 modele çantave, deri e kum praktiku mirë dorën, adish. Po me njëjtat ruza, kum startu me 10 modele çantave. Familja si zakonisht, kisha përkrajnë e familjes, bashkëshortit, gjukon shtysa kryesore për me hecë për para. Punimi i tyre kërkon një përkushtim të madh dhe sipas Filoretës nuk paguhet sa duhet. Normal nuk janë shumë të vështira, ka punime që janë edhe shumë vështira, kemi nëse mujmi cek këtu që bën me rrjet janë pak më të vështira se këto tjerat. Këto me ruza lypin pak më shumë për kushtim se dojnë mu shtrëngu më mirë ruzat. Po për mu jo, për mu është shumë knaqësi, është anti-stres muj me thonë që e punoj. Për mu shit mbarët pi sezonës, ka janë edhe këto paka shumë sezonale, këto me ruza shkojnë ma shumë verës në për plazhe, këto janë ma shumë për palta, këto tjerat. Dhe me thonë gjithë shka është me sezonë, edhe këto kanë sezonën e vetë. Dalojnë nga madhësia, forma, ruza, për shembull kjo është ruzë tjetër, kjo është ruzë kristali që dallon nga fillojnë pi 20 eurove deri në 45. Çmim shumë i arsyeshëm, për dallim puna sa ka punë, është çmim shumë i arsyeshëm. Muj me thonë jo sa e ka vlerën puna dorës, po ka nisë shumë me dalë në trend. Po shpresojmë që kemi me pas edhe fitime piksa. Edhe pse bëhet fjalë për një qytet të vogël, ajo është mirëpritur nga qytetarët e Dragashit. Nuk ka koni farvretje, jemi shumë komunikus, janë shumë mikpritës, pe vrena 70 vetë je këtu, mirë shumë. Kisha thënë për material kam pas pak problem me gjithë, tani e di ku kam pika dyqanet edhe vetëm aty furnizohem. Po dhe materiali ndryshon pi furnizimi dikun të gjerë ma kualitativ, dikun të pak ma, po unë kun shku ma të mirë. Përveç çantave, ajo e ka gjetur vetën edhe te punimi i shtretërve për bebet e porsalindura. Për këto rastisht kam fillu me një faqe në Instagram që ma ka kërku, në qofse mush me bo këtë punim, shtrat i bebave, edhe pse jo, aty ishte fillimi i këtyne, tani kam vazhdu. E vështirë, edhe këto janë si kur çantat, zakonisht për mu nuk janë shumë të vështira, po ko marrin pak ma shumë se çantat. Tetorne që se i ban pun 4 deri në 5 ditë dërzot për e si japon. Me shumë përkushtim, durim dhe dashuri për punën që bën, ajo vazhdon të krijojë çdo ditë produkte unike që mbartin jo vetëm vlerë praktike, por edhe shpirt artistik. Edhe pse sfidat janë të shumta dhe puna shpesh nuk vlerësohet sa duhet, ajo nuk ndalet, por përpiqet vazhdimisht të përmirësojë modelet dhe të sjellë risinë e çdo krijim. Përmes
mes angazhimit të saj, ajo jo vetëm që siguron të ardhura për vetën, por edhe frymëzon të tjerët që të ndjekin pasionin dhe të besojnë në aftësitë e tyre.